Përshëndetje të gjithëve, kësaj herë në podcast do të flasim si edhe herë të tjera për shëndetësinë, për mjekësinë. Me mua është bashkuar nga Italia në një lidhje të drejtë për drejtë mjekja urologe androloge Drilona Drevataj. Zonja Drevataj, faleminderit shumë që jeni me mua. Faleminderit juve për ftesën. Ditën e sotme do të fokusohemi më shumë tek andrologjia sesa urologjia, duke qenë se ju i prekni të dyja fushat. Cilat janë shkaqet kryesore pse meshkujt drejtohen te një mjek androlog? Atëherë, ka shkaqe të shumta për cilit një pacient mund të jetë i drejtohet urologut. Shkaqet ku janë ato më të thjeshta, ato më të përgjithshme, le të themi që janë infeksione të aparatit urinar, që janë infeksione të testikujve, ose probleme të tjera siç mund të jetë infertiliteti, ereksioni, mungesa e dëshirës seksuale, probleme të testikujve që mund të jenë infeksione që shkojnë në fryrje ose në dhimbje akute të testikujve, ashtu në një moshë pak më të madhe fillojnë dhe problemet e prostatës. Doktoresha, ju e thatë që është shtuar shumë edhe infertiliteti maskullor, pse është përhapur kaq në masë? Sepse neve shpeshherë jemi të mësuar me infertilitetin femëror, për maskullor ndoshta e flasim më pak. Po atëherë, le të themi që përgjithsisht në 15% të çifteve kemi problem infertiliteti. Kështu që është një problem që është goxha i madh, le të themi, nuk është i rrallë. Dhe në problemet në çift të infertilitetit rreth 40-50% janë probleme maskullore në infertilitet. Kështu që ne jemi mësuar gjithmonë me atë shprehje popullore që përgjithsisht problemet e infertilitetit janë tek femrat, por realisht nuk është tamam ashtu, domethënë kemi problemet e infertilitetit në një shumicë të madhe dhe tek meshkujt. Ama kemi një ndarje mes infertilitetit dhe sterilitetit, apo jo? Ai që është infertil, le të themi, nuk është steril. Atëherë, nuk është një ndarje e saktë mes së dyjave, domethënë, ai që është infertil do të thotë që ka një mundësi më të vogël për të pasur fëmijë, për të arritur, domethënë për të pasur një fertilitet që të çojë në një rezultat. Ndërsa ai që është steril, le të themi që mundësitë për të pasur një fëmijë në mënyrë natyrale janë gati baraz zero. Doktoresha, kur duhet një mashkull që të bëjë analizat e spermës? Atëherë, një mashkull duhet të bëjë analizat e spermës zakonisht, nëse flasim për infertilitetin, le të themi mbas një viti, domethënë mbas 12 muajsh që një çift ka marrëdhënie seksuale të vazhdueshme dhe në mënyrë të pambrojtur dhe është duke kërkuar fëmijë dhe ky fëmijë nuk arrin. Atëherë është e rëndësishme që të bëjmë një analizë të spermës tek mashkulli. Po ashtu, nëse partnerja është më shumë se sa 35 vjeç, zakonisht kjo periudhë shkurtohet dhe analiza e spermës bëhet brenda 6 muajsh. Në raste të tjera kur bëjmë analizën e spermave mund të jetë në probleme të testikujve, siç janë për shembull kanceri i testikujve ose probleme të ndryshme të testikujve, që shkojmë dhe kërkojmë le të themi që shkojmë dhe bëjmë analizën e spermës për të parë gjithë cilësitë e spermës. Qartë, a ndikon mosha e mashkullit në aftësinë për të pasur fëmijë? Ka një lloj ndikimi në këtë raport? Absolutisht po. Domethënë, ne gjithë e dimë që mashkulli prodhon spermë gjatë gjithë jetës. Por ai prodhimi i spermës nuk ka të njëjtin cilësi në çfarëdo lloj faze të jetës. Normalisht me kalimin e vitës cilësia e spermës mund të zvogëlohet dhe po ashtu që domethënë ul mundësinë për fertilitet, po ashtu mund të kemi edhe një fragmentim të ADN-s që mund të çojë në probleme gjenetike, domethënë nëse në një të ardhme një moshë më e madhe mund të ketë fëmijë. Doktoresha, çfarë roli luan testosteroni në organizmin mashkullor? Testosteroni në organizmin mashkullor është shumë i rëndësishëm, le të themi që është hormoni kryesor në një mashkull dhe luan një rol të rëndësishëm në totalitet. Luan një rol të rëndësishëm në dëshirën seksuale, në disfunksionin erektil, luan një rol të rëndësishëm në masën muskolare ose në shëndetin kockor, po ashtu dhe në humor, domethënë që të kemi një energji më të mirë, përgjithsisht që të kesh një energji më të mirë, duhet të kesh një testosteron në nivel normal fiziologjik. Cilat janë shenja nga ana tjetër që tregojnë nivel të ulët të testosteronit? Shenja që tregojnë nivel të ulët është mungesa e dëshirës seksuale, disfunksionet të erektile, nganjëherë le të themi ai temperamenti pak më shumë depresiv, masa muskolare që është pak më e ulët, ose probleme dhimbje të ndryshme të kockave.
Janë më shumë probleme biologjike apo probleme që vinë si pasojë ndoshta e stilit të jetesës që ne ndjekim, përdorimi i lëndëve narkotike, përdorimi i alkoolit, përdorimi i pijeve energjike që ndikojnë në nivelin e ulët të testosteronit? Kjo është një pyetje shumë e saktë sepse po, realisht ulja e testosteronit ka normalisht ato fazën fiziologjike të saj, kështu që nuk mund të kemi një nivel të testosteronit të njëjtë në 20 vjeçar, ashtu siç mund ta kemi në një 50-60 vjeçar. Dhe ajo është fiziologjike që me kalimin e moshës, niveli i testosteronit në mënyrë fiziologjike fillon dhe ulet. Por ama në një moshë të re, nëse kemi problem të testosteronit, përgjithsisht ka shumë rëndësi stili jetesës. Normalisht në një person që ka një stil jetese jo të rregullt, ashtu siç mund të jetë mungesa e aktivitetit fizik, duhanpirja, alkooli, konsumimi i lëndëve narkotike ose mbipesha, mund të ndikojnë në uljen e testosteronit. A janë të rrezikshme terapitë hormonale kur merren pa një kontroll mjekësor? Terapitë hormonale janë shumë të rrezikshme kur merren pa kontrollin mjekësor, sepse mund të çojnë në një çrregullim hormonal që është më e vështirë pastaj për të arritur dhe mund të krijojnë efektin e kundërt, sepse realisht mund të shkojnë dhe të rrisin nivelin e estrogjenit nëse merren me një formë jo të kontrolluar dhe mund të çojnë probleme si në fertilitet, ashtu në disfunksionin erektil, kështu që nëse mendojmë që duke marrë testosteronin në çfarëdo mënyre kemi gjitha benefitet e testosteronit, nuk është e vërtetë. Testosteroni duhet marrë në mënyrë shumë të kontrolluar, sepse ai në momentin që ne mendojmë që kemi benefit, realisht ne shkojmë në atë efektin e kundërt, sepse kemi le të themi, organizmi ka një vetë kontroll të testosteronit që çon në një feedback në nivel të trurit edhe bën gjithë atë procesin e prodhimit të nivelit të testosteronit në një nivel të mos stabil. Kështu që ai niveli duhet të jetë gjithmonë i kontrolluar dhe nuk duhet marrë pa kontrollin e një mjeku. Qartë, a ndikon stresi dhe mungesa e gjumit në shëndetin seksual? Absolutisht po. Stresi dhe mungesa e gjumit mund të ndikojnë pikë së pari në libidon, në dëshirën seksuale, po ashtu mund të ndikojnë dhe në disfunksionin erektil. Normalisht, që të kemi një jetë të shëndetshme seksuale, duhet kemi një jetë të shëndetshme mendërore. Kështu që stresi është një ndër shkaqet në të rinjt ose në çfarëdo lloj moshe që duket shkaku më banal, por realisht është një ndër shkaqet që janë më të përhapura, le të themi. E po ashtu, a ka ndikim në fertilitet mbipesha ose mungesa aktivitetit fizik apo janë të ndara? Absolutisht, ka ndikim. Mbipesha, siç thash më përpara, mund të ndikojë ashtu si sedentarizmi, domethënë ndenjura e ulur dhe mungesa e aktivitetit fizik mund të përkeqësojnë funksionin seksual, sidomos mbipesha, sepse shkon dhe rrit nivelet e estrogjenit dhe ndikon negativisht në dëshirën seksuale dhe në disfunksionin seksual. Qartë, por sa të shpeshta nga ana tjetër janë dhimbjet testikulare tek meshkujt dhe kur duhet ketë një kontroll tek mjeku? Atëherë, dhimbjet testikulare tek meshkujt mund të jenë dhimbje të lehta, nganjëherë mund të jenë dhimbje thjesht inflamacioni, sepse një çun i ri ka luajtur futboll dhe ose ka shkuar në biçikletë ose ka bërë një xhiron kal dhe mund të ketë krijuar një inflamacion të testikujve që zakonisht kalon pa nevojë për terapi. Ashtu siç mund të ketë raste që janë të mesme, siç mund të kemi infeksione të testikujve që mund të çojnë në dhimbje pak më të madhe, që dhimbja mund të jetë më, le të themi, e vazhdueshme, mund të vazhdojë për disa ditë, dhe në raste më të mëdha kur kemi edhe dhimbje akute, dhimbje të forta. Kur duhet ikim te mjeku? Te mjeku duhet ikim në momentin kur kemi një dhimbje që vazhdon në disa ditë dhe përkeqësohet në vend që të përmirësohet, kur kemi enjtje të testikujve, kur ka skuqje të testikulit ose kur ka një dhimbje akute. Nganjëherë mund të çojë dhe temperaturë nëse kemi të bëjmë për infeksionin, kështu që nganjëherë mund të shfaqesh te mjeku sepse ke një temperaturë të lartë që nuk ulet. A është mit apo e vërtet, doktoresha, përdorimi i telefonit në xhep ndikon në aftësinë tonë riprodhuese? Atëherë, ka disa studime që kanë shkruar, kanë folur mbi këtë gjë. Ta them në mënyrë shkencore, realisht nuk jam e bindur mbi këtë, po që
studimet kanë atë, le të themi, gjykimin e tyre dhe mund, domethënë duhet t'i besojmë, që janë përgjithsisht mbajtja e telefonit në xhep mund të rrisi temperaturën e testikujve, ose rrezet që mund të dëpërtohen nga telefoni mund të çojnë në problemet e fertilitetit. Qartë, po ashtu, doktoresha, neve shpeshherë shohim që të paktën tek meshkujt ndikon shumë edhe gjithë suplementet që ata shohin nëpër rrjetet sociale, nëpër internet, që shfaqen kudo, që kanë bën dhe me rritjen e madhësisë së organit gjinital. Janë të sakta këto suplemente që përdoren dhe reklamohen, shpeshherë ka të bëjë me vetbesimin mashkullor, lidhen dhe me mashkullin në përgjithësi? Keni një mesazh për të? Suplementet kanë rëndësinë e vet në disa probleme të caktuara. Suplementet janë shumë të rëndësishme kur kemi të bëjmë për inflamacione të testikujve ose inflamacione të fshikës së urinës ose inflamacione të prostatës. Mund të ndihmojnë normalisht sepse kanë efekte antiinflamatore. Suplementet që shkojnë të ndihmojnë në rritjen e organit gjinital nuk duhet i besojmë pavarësisht, le të themi, publicitetit që bëhet mbi këtë gjë, sepse nuk ka një suplement që mund të shkojë të ndihmojë në rritjen e organit gjinital dhe e di që shpesh herë domethënë meshkujt, them fatkeqësisht, sepse realisht më duket fatkeqësisht, drejtohen suplementeve të tilla ose mos saktë drejtohen edhe aparateve të ndryshme që mund të shiten online për të rritë përmasën e organit gjinital. Por duhet kemi shumë kujdes, sepse në disa raste dhe më ka rastisur disa pacient që kanë arritur efektin e kundërt, sepse në momentin kur ti përdor më shumë se sa suplementet, më shumë aparatet që mund të përdoren për rritjen e organit gjinital, nga njëherë këto aparate shkojnë të dëmtojnë traumatizma kronike, dhe traumatizmi kronik bën inflamacion kronik, dhe inflamacioni kronik shon në një kalcifikim, domethënë një shkurtim të aparatit gjinital. Kështu që nëse kemi dashur të arrijmë një madhësi më të madhe të aparatit gjinital, realisht kemi arritur efektin e kundërt. Dhe këta pacient vinë pastaj që duan kërkojnë përmasën që kishin në fillim, përpara se sa të nisin terapitë, gjë që është e vështirë që të arrihet. Qartë, doktoresha, nga ana tjetër, nëse i referohemi këtij aspekti, a ka pacient qytetar që drejtohen tek një mjek androlog ose mjeke androloge sepse kanë këto pasiguri? Absolutisht po. Këtë gjë e vërej që në kohët e fundit është përmirësuar shumë, e vërej sidomos në Shqipëri. Unë bëj her pas here vizita mjekësore në Shqipëri dhe aty vërej që ka shumë meshkuj të rinj që vinë dhe më drejtohen mua për probleme të ndryshme të sferës seksuale. Dhe nëse më përpara ka qenë më tabu ti drejtohesh mjekut, sepse nëse i drejtohesh mjekut për probleme të tilla, nuk ishe burr, nuk ke atë le të themi atë nderin e burrit, tani kjo gjëja sikur ka kaluar, domethënë me një anë edhe është larguar i çika i turpi ajo tabuja për të drejtuar mjekut. Më duket më e tolerueshme. Qartë, duke qenë se ju e preket këtë aspekt, pse meshkujt hezitojnë të flasin për problemet e tyre intime? Meshkujt hezitojnë fiks për këtë gjë. Hezitojnë për turpin, për të shfaqur një mungesë, një debulesë të tyre. Domethënë, faktin që ti po tregon që nuk je ai burri i fortë, që nuk ke asnjë lloj problemi, por realisht edhe ti mund të kesh probleme. Dhe është mëse normale që ashtu siç kemi probleme ne femrat, të kenë probleme edhe meshkujt. Gjithë ne kemi ato, le të themi, dobësirat tona, kështu që këtë që dua të transmetoj gjithmonë është nëse keni dyshime, nëse ka probleme të ndryshme që shfaqen, është më mirë që ti drejtohesh mjekut në kohë, të flasësh me të, sesa të presësh shumë kohë para se sa ti drejtohesh. Çfarë roli ka mashkulli në proceset e fertilizimit in vitro? Atëherë, varet nga problemi për cilin kemi shkuar në fertilizimin in vitro. Normalisht në bazë të cilësisë së spermës, sepse normalisht vlerësohet analiza e spermës në momentin që kemi një fekondim në vitro, në bazë të cilësisë së saj përcaktohet dhe se cili është mënyra e fekondimit në vitro. Kështu që luan një rol të rëndësishëm
në rastet kur kemi probleme të mëdha të spermës, shkojmë dhe marrim spermën e seleksionojmë në një mënyrë të caktuar që është pak më e elaboruar, le të themi, se sa në raste kur kemi probleme më të vogla të saj. Edhe një pyetje të fundit, doktoresha, sa rëndësishme është që të kemi tek djemt dhe meshkujt një edukim shëndetësor të mirë dhe që ata të ndihen të përfshirë, pra duke qenë për zhveshur dhe për të asimiluar këto lloj tabut që edhe ju flisni, që edhe pse në kohët e sotme janë gjithmonë edhe më të pakta. Atëherë, është e rëndësishme që një mashkull t'i drejtohet mjekut të bëj vizita të vazhdueshme, që zakonisht janë një herë në vit. Në moshën e re është shumë e rëndësishme kontrolli i testikujve, sepse mosha 20, le të themi edhe 15-35 vjeç, kemi probleme të testikujve të ndryshme, është mosha që prek më shumë problemet e testikujve, dhe mund të kemi edhe probleme të kancerit të testikujve që nuk duhet asnjëherë harruar, edhe pse nuk janë probleme që shfaqen shpesh, por janë prezente realisht, kështu që është e rëndësishme që të ketë një vetë kontroll të testikujve, një vetë palpimi testikujve her pas here. Kjo është shumë e rëndësishme edhe në shtëpi që të bëhet të paktën një herë në muaj, dhe her pas here të bësh dhe një vizitë tek urologu. Le të themi që vizitat më periodike bëhen pastaj tek meshkujt në moshën 50 vjeçare sipër, sepse është momenti kur fillojnë problemet e prostatës, dhe problemet e prostatës prekin një popullat shumë të madhe të meshkujve, që janë zakonisht 70% të meshkujve, kështu që në atë moment duhet fillojmë të bëjmë një vizitë urologjike një herë në vit, bashkë me analizën e gjakut që quhet PSA, për të kontrolluar gjitha problemet që mund të çojë prostata tek meshkujt. Kaq. Qartë. Faleminderit shumë doktoresha që ishit me ne, faleminderit shumë për këshillat tuaja dhe shtatënit mbar. Faleminderit juve, faleminderit, mirupafshim.